si vjet kem fillu përgatitjet. Është kanë shumë e lehtë sepse kena marrë mësime për shumë sene që kena bërë gabim vitin e kaluar. Edhe në farforme shpesh tham që puna si vjet ka fillu në ku ka përfundu vjet, edhe ka qenë shumë e lehtë në aspektin organizativ. Por shumë problematike në këtë aspekte tjera, e para sepse si vjet gati u pamundsu për shkak të rrethonave ose gjithçka tjetër me u rikthy shfaqja në plotninë e vet, ajo shfaqje e vjetshit që kish me hap festivalin, po flasim për Emirën e Santorit, me regjisor Kushtin Bekteshi. Edhe në farë forme edhe është reduktu pak numri i shfaqje, por dëshira shumë e madhe që festivali Mojësie mos ta përfundon jetën para se ta filloj, është kjo që me bë si vjet me çdo kusht, me çdo formë, me çdo mënyrë që të mundu me bë, që s'paku përmbyllet rotacioni edhe ta fillojmë vitin tjetër në Shkup me përgatitje shumë të mëdha edhe me nashta me bashkëprodhime tjera, por duhet ta cekom që shfaqje e mira do të ndodh. Kjo do të jetë hapja e krejt aty në diskutime ose kur do të ndodh. Po tash është besimi është shumë i vogël edhe peshon një farë atmosfere që shpesh nuk po besohet që ka me ndodh. Që ka me ndodh? Për mos me gëny edhe vetë pe kam një farë tankohën, një farë presionit jashtëzakonshëm edhe kajherë sado që po punojmë ditë e natë, po pe kam tankohën që athu do të ndodhë. Kështu që çdo ditë që po afrohet pe kuptoj që kjo do të ndodhë, domethënë po rritet më shumë shpresa. Nashta kjo një farë pjesë që ka mbet pej vitit kaluar, por po është një presion shumë i madh. Është e vërtetë që si vjet kemi më pak shfaqje se sa që jemi mësuar në Mojësi, por kjo nuk do të thotë që kualiteti i tyre është më i vogël. Kena me fillu me stadionit të teatrit kombëtar të Shqipërisë dhe do ta përfundojmë me komedinë e zezë të teatrit të Bekim Fehmiu të Prizrenit. Koincidencë nashta për nga forsia, por jo diçka e planifikuar kështu, tash po ama kjo lidhje mirë. Po një lidhje shumë e mirë që me fillu me Tiranën e me përfundu me qytetin më të bukur në Kosovë me Prizrenin. Këtë vit nuk është që e kena planifikuar që me pas një temë të caktuar ose diçka tjetër. Për mu festivali Mojësiu më shumë se garë është festë, më shumë se festë është bashkim. Për ato dy edicionet që kanë kalu, më rëndësishme se sa festivali ka qenë takimi, sepse shpesh herë na edhe takohem veç a veç, por asnjëherë kështu në grupacione më të mëdha ku ke mundësi me diskutu edhe shumë herë ndodhin shumë bashkëpunime tjera për shkak të Mojësiut. Kështu që më shumë se garë është fest, e më shumë se fest është bashkim i krejt këtyre trupave që vijnë prej 3 shteteve që në realitet, por risia në këtë edicion është që e kemi ftuar edhe Preshevën, edhe po shpresoj që prej vitit të ardhshëm do të bëhet një farë forme që të hinë në kuadër të repertorit të rregullt prej Preshevës, normalisht që kemi synim edhe Malin e Zi, sepse kemi edhe atje me boni një pjesë shqiptare. Po besoj që në bashkim të tanësi shumë artistikisht ja kish vlejt, kështu që kjo është synimi normal që ka me vazhdu të utje. Rëndom, publiku ka me pas mundësin që prej orës 7 të ishe shfaqet në salën e kuqe edhe tutje në momentin që të bëhet, nashta është gjithmonë një pjesë shumë e vogël, nashta 10 minuta, shpesh herë 5 minuta, që të vazhdoj, por nuk është distanca është aq e afërt sa është e mundshme që mund të arrijë 2 shfaqje të rëna një natë. Edhe kemi pas një dozim në Spokan të teatrit të qytetit Preshevës, poshtë në amfiteatrin e teatrit kombëtar të Kosovës. Ekskluzive. Po do me strejlirin më na. Po tash kam fillu, ndoshta prej emnit, sepse jem në kontakt vazhdueshëm edhe me biletashicin, kam fillu që në disa shfaqje me rezervu edhe tash shpesh që nashta edhe prej emnit, nashta prej qytetit, nuk e di çka po ndodh, po disa shfaqje kanë rezervime më të shumti, kështu që do ta bëjmë një garë të shumë se kush për shfaqje u ka. Okej,